Kjo ka lidhje dhe me atë pyetje që ju bën gjithë kandidatëve sot për kafe. Këto lidhjet nga mbi emrat, pastaj shkojnë nëse keni lidhje dhe lidhje për kafe. Por ajo që bëri përshtypje me thënë drejtën është që i vetmi që dha përgjigje që të jepte kafe nuk arriti të fitoj dhe kjo tregon disi për procesin. Megjithatë ishte e pritshme se po hyn tem pa patjetër. Patjetër. Ka përshtypjen ishte e pritshme zgjedhja e zotit Braut, paktën nga gjithë informacionet që kanë qarkulluar edhe në media. Ajo që bënte përshtypje sot, me thënë drejtën, ishin të gjithë ato diplomatët, përfaqësues të ambasadave që ishin me kufje dhe më kujtoi pamjet e procesit Nurembergut kur gjykoheshin ata që ishin akuzuar për krime kundër njerëzimit dhe krime lufte në procesin Nurembergut dhe ishte salla plot me persona me kufje që dëgjonin përkthimet e të gjithë atyre dëshmive. Edhe sot ajo pamje foto me të gjithë ambasadorët dukej sikur aty po varej fati i Shqipërisë dhe tregon dhe vëmendjen e madhe që gjithë opinioni publik dhe gjithë ndërkombëtarët kanë në Shqipëri dhe siç duket fokusi është vetëm tek SPAK-u. Sot kishte dhe vazhdon ka besoj edhe seancë plenare në parlament, por ka aq shumë ngjarje sa s'po i mbulojmë dot sot. Kështu që duket që kryefjala në Shqipëri është SPAK-u. Edhe fakti që u zgjodh zoti Brau, dua ta lidh me atë që ai është të dy, edhe zoti Xholi dhe zoti Brau janë zëvendësdrejtues të SPAK-ut. Zoti Brau mbulon çështjet e korrupsionit dhe zoti Xholi mbulon çështjet e krimit të organizuar dhe me sa duket fokusi është tek korrupsioni, nëse është kjo një nga arsyet e mbështetjes, sepse nuk di çka ndodhur në prapasken, por fakti që zgjidhet drejtues ai që është zëvendësdrejtues aktual dhe mbulon fushën e korrupsionit, tregon që fokusi në Shqipëri vijon të mbetet tek lufta ndaj korrupsionit në nivele të larta dhe disi më pak se i përket krimit të organizuar. Kjo duket dhe nga statistikat e punës SPAK-ut të 6 vitet e fundit, ku gjithmonë pikat më të forta kanë qenë ato të luftës kundër korrupsionit, të paktën me ato dosje që janë hetim, sepse duhet themi dhe që një pjesë e konsiderueshme e tyre janë ende në fazë hetimi ose fazë gjykimi, pra nuk kemi vendime që të janë mbyllur me vendim të formës prerë apo me vendim të gjykatës lartë. Meqense më përmende është dhe një tregus. Meqense përmende në fillim ndërkombëtarët, ju e kujtoni shumë mirë 3 vite më parë kur zgjidhej Altin Dumani, e pranishme vetëm në mbledhjen e KLP-s ishte ambasadori amerikan e kohës Yuri Kim, ndërsa sot kishim ambasadorin e delegacionit Bashkimit Evropian, ambasadorin e Francës, ambasadorin italian, ambasadoren franceze, ambasadorin holandez. Pra, pse gjithë ky shtim diplomatësh në analizën tuaj sot, kur nuk të paktën nuk është folur për ndërhyrje të politikës, siç u përfol 3 vjet përpara kur zgjidhej zoti Dumani. Tani duhet ta lidhim me kontekstin e kohës. Përpara 3 viteve nuk është se, domethënë vetëm dosja me sa mbaj mend kanë qenë për inceneratorin dhe nuk ka pasur, pra ka qenë zoti Koka, ka qenë zoti Bllako që kanë qenë hetim dhe kam përshtypjen kanë qenë dhe me masë sigurimi në atë kohë, ndërkohë që dosjet tjera, si dosja e kryetarit bashkisë Veliaj, dosja e zënës kryeministres, dosja e zotit Berisha, dosja e zotit Meta, nuk kanë qenë në atë kohë. Dhe besoj presioni më i madh i politikës ka qenë kësaj here, pavarësisht se ndoshta nuk janë marrë vesh, por besoj, domethënë nuk janë marrë vesh në opinionin e gjerë, por ka përshtypjen, logjika më çon që presioni ka qenë më i madh kësaj here se sa herë kaluar kur u zgjodh zoti Dumani. Dhe besoj kjo është arsyeja që ka pasur